Zëvendës presidentja e Venezuelës, Nicolás Maduro, është I vetmi president që ka vendi. Zëvendës presidentja e Venezuelës, Delcy Rodriguez, kërkoi kthimin e Maduros duke përkufizuar të si të vetmin president të Venezuelës, në një fjalim të transmetuar nga televizioni shtetëror. Rodriguez theksoi se Washingtoni ka nisur një agresion ushtarak të paprecedent që përbën një njollë të tmerrshme në zhvillimin e marrëdhënieve dypalëse. Ajo tha se objektivi I Shteteve Bashkuara është ndryshimi I regjimit në Venezuelë. Ky ndryshim regjimi do të lejonte gjithashtu sekuestrimin e burimeve tona energjetike, minerale dhe natyrore. Ky është objektivi I vërtet dhe bota dhe komuniteti ndërkombëtar duhet ta dinë këtë. Nëse ka një gjë për cilën populli venezuelian dhe ky vend janë të sigurt, është se ne kurrë nuk do të jemi sklever, nuk do të jemi kurrë koloni asnjë perandorie çfarë do qoftë natyra e saj, tha ajo. Zëvendës presidentja e Venezuelës, Delcy Rodriguez, kërkoi kthimin e Maduros, duke përkufizuar atë si të vetmin president të rregullt në një fjalim transmetuar sikur sa tham nga televizioni shtetëror.